Afrim Kika pra është një nga njerëzit që nuk prodhon thjesht objekt, por ruan një simbol kombëtar. Domethënë plisin. Simboli kombëtar joni, plisi, jem të pa dhe një plis shtu Afrim. Po ndohet na ke sjell një plis toze. Sa dal pi furrë. Sa dal pi furrë. Ama herë vullnet. A domethënë këto ma ke prumur. Ata ka pa velsa sa ajo ka qef me një herë mi marr. Tjeta dhe vjelë që arbim një. Në lo Afrim të apnaj qëto, i herë shqe, apo më rejka mirë? Po, marrë qësho. Po, marrë qësho, prej të zot me të mirë atuja. Afrim mirë se erdhe. Mirë me ngjesi. Ti me siguri qosh herët edhe. Se unë zakonisht njerë që nuk qonë herët i kërkoj falje. Qonë gjumë herët, qëfar? Qonë, jeni mësu më qonë herët. Afrim, e di që e kini lidhje emocionale, shpirtnore me plisin, me punimet, apo që shëdojnë ndryshë dhe qeleshe? Qeleshe, plisagji, qeleshe pënus. Qeleshe pënus. Shtu jenë tjerë me të na. Po, a ka qenë zgjidhje jote personale apo trashëgimi familjare? Kemi trashëgimi familjare. Po. Shumë gjenerata punojnë me plis. Shumë gjenerata. Që jemi pi moshës 10 vjeçare, 12 vjeçare. Prej moshës 10 vjeçare. Përpara zakonisht ja kemi nisi fëmijë, familje tonë pi moshës 10 vjeçare, 12 vjeçare. Po. Unë, vllavi, do më thonë edhe nuk jeni nalë asnjëherë. Nuk jemi nalë asnjëherë. Po, aja vlen nëherë kur të nalesh me menu, po ndohet pak si shumë vullnet. Lërgë shumë ai mikrofon. A lërgë, okej, aproveç pak. Po se Afrim të lutna se Praci s'ka lidhje. se po na krijon eksi për zhurma. Po mirë shumë. Afrim, po më intereson ta prej moshës 10 vjeçare. 10 vjeçare. Më thonë pi klasës 5 që majnë man standard jemi konë. Pa da për asaj dite. Ishim lufta si në hada dhe... Po. Apo vazhdon kjo trashëgimi, apo ki kujne me, apo ka të interesu në generatat e reja, bashkë me interesu? Generatat e reja nuk janë të interesu në fort. Por arsye se si profesion është shumë i rëndë. I ka 18 operacionet. Do një punu një ples, duhet mi kap 18 herë në përdor. 18 herë duhet mi kap në përdor, edhe këtë punë dorë është. Po. Këtë punë dorë, si t'ja linë spilandës para, pas të imi ato rëndë, këtë punë dorë. Kështu që bëmëndohëm tash, unë i kam 2 djemë, ata i kanë punë të veta, mirën në, kanë kry shkollën në fakultetin këtë, po mëndohëm tash me një mua dhe mu me i pak e në lojë, me mujtë mishti në lojë edhe ata. Po. Smi up traditën. Ideja është me smi up traditën. Smi up traditën. Që është shumë e rëndësishme me smi up tradita, sepse mas nej për më intereson Afrim, çfarë do të thonë për ty plisi? Çfarë do të thonë për ty plisi? Është thjesht një pjesë e veshjeve tradicionale apo është diçka më tepër? Unë plisi besoj që shumë vlen shumë. Se me këta, me plis, si ti se e ki në kokë, më shku ku më shku, shkon Turqie, shkon Kroacie, shkon Gjermani. E ki identifikim? Po, të ngjojnë si shqiptar. Definitivisht. Në Arabi me shkuar, krejt si thojnë, Arnaut, shqiptar, me njerë të ngjojnë. Peks. Kjo na identifikon, njëve. Po. Edhe është shaj që është për 5.000 vjeçar. Për 5.000 vjeçar. 5.000 vjeçar, më dhonat historianëve. Po. Ta thojnë edhe më i moqën, po 5.000 vjeçar. Do më thonë është për para në kohën Pikë kohës Pellazëve është. Pikë Pellazëve. Si pas historianëve, pikë kohës Pellazëve është. Po, bashkë më intereson si histori e plisit, a është bo mas pari për me mbrojt kryt, apo bo për identifikim, apo u bo se kjo është edhe paket së dhe i nëzet, normalisht? Plisi tash, unë nuk pëjdi, po kjo është plisi ta ma një temperaturë, verë dimën, për shumë ples për para, foli para luftës. Po. Më thonë, ditën e honë që kemi dyqanin atë, që është i djetër, po se ka 7 pleq. Më thonë, verë dimen e kanë majtë plisin. Aja ka pas një temperaturë, verë dimen. Po. Edhe, shka interesant, kur nuk janë su. Se po më dhamë kryt e kësje. E ka mbrojt kryt shumë. Shumë i shnosh është. Shumë i shëndetshëm. Edhe ai rosjen e ka. Nashta edhe për materialin që e ka është shumë. Materiali është tash, në materialin e marrim përpara kemi punu, foli para se të kemi ndjeri baba me lesh dhanëve tona, merinos. Një pjesë e kingjave kanë marrë përfundi, ai ka qenë pjesë e butë. Kingjave, pjesë e butë, asaj pjesës e kanë marrë.
i kanë marrë Kargurja, Dragoshja, mëjata. Po. Kurse që 40 vite ma tepër leshmërinës Australisë. Australisë. Tash për momentin që më pas lutës e marrim në Turqi, shkoja marrë në Turqi. Ky vjen për Australisë ku fabrikat e marrin për likura për këto. Edhe na shkojmë me dojmë, shanë vinë mu, se për më bo një ples duhet 2-3 llojnash. Bashkë për më interesant qëtu për më bo një ples që tha dhe që tha 18 herë do të më mandur. Për më interesant që ka procedur pakës për publikun me shpjegu. Sa kohë, do më thonë përgatitja, fillim Si lanë dë parë leshi, do më thonë më bo një ples duhet 2-3 llojnash lesh. Leshi shkon me mikron, si Ducati, fije hollë. Dhe shumë i but, duhet me qenë 2 cm, 3, 5, deri 7. Edhe bojmë lidhin e lesht, mas pari pastrohet. Ka në hime të zes, terra, shaha, e pastrojmë. Si me thoni, bojmë 10 kg shkurt, 15 kg gjatë, edhe e përzijim. Pas përzimi se kemi maçinat, kemi 2 maçina ku i blujmë leshin. Maçinën e parë ku e thënë pak, si me thonë, 30% e një mon, pa shtin maçinë madhe, pastaj e shtin maçinë të madhe, e blujmë, apet e pastrojmë, ja nisim i kemi ato peshorët, është digital apo i kemi edhe peshorët e mesme. Po. Por para i kanë thirrë si terezi. Terezi. Po. Edhe i masim aty, pe aty të vazhdojnë kemi jajen, metal është. Ka edhe maçina po metal, më thonë për 2 copave që i masim, formohet një ples. 2 copa e rreje metal, e kemi serën, ku e ngjeshim japim formën si e bojmë si. Po si e lakta jo, a? Jo, për momentin as si copë e leshit bëhet, si më thon 50 me 40. Pe aty 2 copave i formojmë, edhe ja nisim e ngjesim njëra tjetrën. Që dita se e kisha marrë, tu bisedu dhe e kisha demonstruar si bëhet, a dhe për momentin këtu. Po. Pas e bojmë ngjitjen, ja japim pak formën, ja nisim i punu, e pastrojmë atë e kemi e pastrojmë me gjelpon, atë e pak e forcojmë, fërkusat i kemi, thojmë fërkusën të rrët edhe fërkusën rëmullake. Edhe i merë koha e 7-8 minuta, çdo operacion i merë ka 7-8 minuta. Po. Veç kështu forma e këto krejt do më thonë si më bo me kompjuter. Po, tash që 20 vite, do më thonë tash këto ja ka nisë që 20 vite pak edhe formën e plisit ja ka nuk e kemi ato pliset format originale. Si shojmë për shembull. Tash i kemi do foto këtu që kena pas do plisa dhe ma herët. Miftar Balaj për na përshëndet, po thot mirëmëngjes Edi, mirëmëngjes Kosova jonë e bukur, mirëmëngjes Gjakova jonë e bukur, po ndjall mbar respekt veçantë për ty e për musafirin. Faleminderit shumë. Nga Slovenia, Miftar Balaj është në Sloveni, prej Slovenisë për na këshir. Edhe Lek Shala, mirëmëngjes Gjakova jonë televizionin syri, jeni nisha e përshëndes krejtve nga Bergamo, nga Italia. Faleminderit shumë Lek. Faleminderit. Afrim emisionin tonë shohin këtë diaspora edhe këtë shqiptar kudo qenë. Që e kena edhe një përshëndetje prej Mitrovicës, po thotë mirëmëngjesi nga Mitrovica bukur për Gjakovën e Kuqe, lumi s'po shihet, po 2 fushat që janë bërë nga komuna Veriut, basketi dhe tenisi e kanë zbukruar vendin. Ju përshëndes, vikend bukur. Shëndet Besiana Mustafa nga Mitrovica, që edhe fushat që i kanë bërë në pjesën ku nuk kanë mujt përpara medale, jo më medal me lujt. Faleminderit shumë. Afrem, kemi këtu disa fotografi, bashkë të shohim, bashkë të qesim edhe në dalje. Veç pak. Jo. Këto më interesun. Domethënë këto pak si ma gjata. Këto janë nga i thirrim që la Elifi. Zakonisht këta përdoren për kuburi bojëm. Po. Edhe shëllirë që i bojë. Po. Suni punoj për çdo të që shakon Kosovë, Gjakov, edhe një diaspor i marrin. M'fal afem. Po. Ta i përdorin shëllirë, kurse edhe populli jonë i ka bëjë më të shkurt si me maja. Mira, Fidan, se na shuni muzika frem na falë se s'di shka pat. Po, na ubi faza. Po, m'fala frem, këto si ma të gjata? Të ma të gjata i bojnë për shelirët, i bojnë A këto të më thënë janë të tarikatet? Po, të tarikatet edhe për kubur.
Kurse forma këtyve i kanë bajt edhe ples përpara si me maje, zakonisht në Ravevec edhe në Gjakov. Në Ravevec i bajnë pak ma shumë, po jo kështu gjatë sa gjysa këtyve. Po. Do më thonë ju ndo përpara dhe me treva, po. Patjetër, ndo me treva, Dugagjini, më thonë jugi Shqipërisë. Jugi Shqipërisë e ka kështu me maje, po edhe i pip. E ki aty edhe do foto tjera. Po. Jugu Tiranë, këtu Këtu është interesant puna këtij plisi, ta 1,20 m i lartë, me 3 metra gati e ka rrethin. Edhe këto më thirr një zoj për Italisë. Thot ai filoni kështu, thot jemi ka këshyrim, thot gjithë po s'kam mit kërkush me na bë. Edhe jemi të interesuar për një ples, e ka lyp deri në 3 metra, shoka të vynë më 3 metra. E ka lyp ajo personalisht? Po, ajo e ka lidh pak diçka me fe, me rilindjen e plisit edhe me honin e ka lidh edhe me vezën. Mi ka quf, dhe më thonë, fotot, ka da si vezën për gjysë edhe dillin midis. E tha na dojmë 2 plisa kështu të mëdhaj me na bo, për shkak që plisi ka i lind kështu. Dhe më thonë, i kesh me mija vetë që shdeke. Po. Edhe për thonë, pikqyri për nej seminar kjo, për nej... Po, për e lipi për në Vlorë. Aha, po. Për në Vlorë. I thash pëkqyri, pa bukur, 1 metër i gjatë, 2 metra, ja më japi dimensione. Tona i material që shkon aty. Po, 3 metra, s'una i bodha se duhet me thirr inxhiniera me bo kallipa, ka problem. Po. Aja tha, nuk ka problem për çmim, veç e ma bo. Si i vetë me ishe ti, ku më qyrën për zërën e krejt, për ty më ka thonë që ta bënë që ishe zanatin gjavo. Po. Thash po mënona, fjellën thash, s'me të japi që bëj, thash po s'kum bo kur, po mënona mi bo. Edhe ja kum nis, dhe më thonë e kom përfundu për ja 4 ditë. Edhe ja 4 ditë 5 mi ka marrë muterë, mu tha, edhe ja kum kry. Këtë punë, do më dhoni më dali, jashtë sistemi që shëbonojmë na, po. E kum bo copa. E mandeja u do knash në kuja, po. U do shumë knashtë, 2 copë ja kum bo, po. Edhe i nërë dhe kanë marrë, kanë qumë Vlorë. Kjo ka qenë shumë interesant. Interesant shumë. Edhe shumë jam e që këto të... Ten për te që i bajnë tarikati Helveti, si jam ndane, këtë që la që i baj, krejt tarikatit e kanë ndane, kanë formën e vetë. Tarikati Sadie ka si me grop, me huj, thojnë, me lif. Tarikati Rufai... E mandej këto edhe plus veshen me... Po, veshen i thojnë Sarrëk. 3 centin, 5 centin, 7 centin. E ju kepi më dhe ato. E këto t'ashtë me simbolet tona kombëtare, po kemi edhe një këto. Po, a i kinezë, vëqen. A po, a? A i kinezë. Në Kine kanë marrë? Po, për Kines, të një erë, janë këto, kanë mu shkrejt. Po, bre. Në kësha i sheni në për stadione, në përsi krejt i keni kinezë i keni. Edhe që ato i shtin kinez të hundë, do më thonë. Ishtin shqiptarët më sëparja. Po, shqiptarët shtin kinezin me bo. Po, shqiptarët qunë atje në Fushë Kosovë me shumit që shesin, ata apo në që përshiten, tash përësisin për Kines, bile dhe format i kanë bo kështu që së mund është mi marrë vesh. Po. Por para ples, ki mujtë i mashtru. Çfarë dallimi është i madh me këto që kemi ndalje këtu me ata të Kines? Ky është i plot, lesh minus ajo piplafit. Bëhet si piplaf. Po hollë dhe e bojnë. E këto të, sidomos kur po ka ndeshje futbolli, kur po ka, me siguri... Unë kam kërkesa shumë, po s'muna mi malë, shanë t'i lypin 2.000 copë, 3.000 copë. U si thu qmimin që e lyp, thojnë shtrajt brekimi gjithë, thojnë 2 euro, 1 euro. Mi që mi thonë mi keni t'Kines. 1 euro të thuvish mas lojës dush mi u pa ta. Po, ato. Bile qaqa më kare kec, që keq tash ke festa 28 nëntorit qende, këshim pas, 2 copë i pashën rrugë. Po. I mdal pjesë i pjesë si kom marrë, i këshën gjujt, qash mu do këron plisin. Rona shumë. Bajta, i shoqja ku përshëndër, që marrë rrugë plisat. Më thonë i kanë marrë si të 1 euro dhe... Po, s'kanë ndjenja për ta, veç i kanë, po. E këtu i kemi disa veshjet kombëtare për fëmijë. Po. Edhe këto i punoni do. Edhe këto ja kemi nisë për 2003 mi punu. Sonë edhe za di edhe me kep. Si shkollë fillore, shkollë mesme, zanatin e vëmarë të daja. Po. Nuk i kemi kep tesha kombëtare, po kemi kep teksase, setra. Po. Komponuja 5 vjet. E me kalimin e kohës 2003 ja nisi motra, ja nisi me kep, cilën e përshëndes, cila në Belgjik. Po. Me siguri për na shes se Belgjika na këshyr krejt shqiptarët e Belgjikës. Përshëndes. E nisi me kep kapak. Atë kja kismet e blem edhe i dyqan, pak ma poshtë aty të Kulla Begi, pak ma nërë 2003. Një pauzë e kumpo, kurse vllavi rrinë me dogoj aty, ai standard ka majt për 2003 tesha kombëtare dhe qeleshe, se edhe vllavi e punon zanati. Po. Vllavi madhe në verin. Po. Edhe e punon. Atë e kemi nisë na, do më thonë për 2003-shës, punojmë madhe në tesha kombëtare. Këto i qep
shoqja jone. Po. Gruaja mirët me to. E ashtu kemi edhe një video të shkurt. Këtu e në Prishtina Mall. Po. Zakonisht shkoj 2 orë vetëm thirrin. A këtu në mes që i qesin këto, më karo me po këto? Po, shkoj aty, i marr veglat e punës, ja 50%, edhe demonstroj si bëhet plisi. So mirë. Edhe më ledhen aty bëhen ka 100 vet, 200 vet, me mikrofon, prezentona kush janë, pikojt janë, çfarë tradite kemi, prezentoj qytetin, familjen. Perfekt. Edhe rri ka 20 minuta, i bëj si më thonë, ka 2-3 plisa. I vinë ka 100 vet, vinë nxonca. A ka mas në kërkesa, i shet edhe aty? Po, i shes edhe aty, po. dikur e ndalun, se i kishin edhe 2 dyqane dhe s'bën me shit. Është okej? Po, hajde blema për dyqan. Dhe Kjo dyqani përpara që e kemi. Po. Desha kumtara që la plisa aty. Edhe kjo është Fidan, qëtën më ishpak më nalë shuzonin? Tu jemi në kullën i sa buletinit. Okej. Kullën i sa buletinit me ftes të një OJQ-s. Imi shku unë dhe Fatos Leshi, Poqara. Po, Fatosi, Poqari. Në Fatosin. Këtu imi shku kullën e sa buletinit. Që kjo është klipi vetë kë e kom mik. Gazmeni, cilin e përshëndes. Gazin e Ta kom kam prit shumë mirë. Po. Tu kom përfumu, i kom po 3 plisa. Pat edhe nxonca aty, pat fëmijë më duket. Shkollës fillore edhe shkollës lartë, edhe një grup i vallave ka qenë. Edhe i thash gazit du mi bo një ples aty që ka pas tërgjyshje i sa buletini. Original atë formë kom i bo. Po. Edhe e kom bo, e kom punu dal ka dale, e ja kom jap dhërat i cilin e man aty në muzeja man. Në kullë man. Do më thonë tash edhe pe veke edhe deri te Briski këtu. Po, kjo është operacioni, si më thonë, operacioni i fundit ku punojmë, edhe limi i bijmë bërës. Ta bërës janë shumë të moqën, bërës si trostin konë. Edhe mandej me gërshon, edhe përfundoj e loj mu tha, ju i ka edhe 2 procese. Edhe 2 procese mas prene, sa? Mas e bojmë kështut, e shtimë në surfull. Po. Kemi atë kutinë me surfull, si më thonë, ja u këtë mikrobe, shaka leshi, surfla ja ek mikrobet. Po e dezinfektoni. Po edhe është, si më thonë, jep një farë ngjyre, se para këtij operacioni kemi që i shtimi dhe i zbardhojmë. Po. Kjo tash? Kjo është me vlanës, tarikatit. Edhe kjo është po, me vlanës që i bajnë në Turqi. Aha. Në Turqi e pjesa edhe të na i lypin, kurse landin e para marr atje në Turqi dhe bëj original. Po. Shumë të moqën, se më thonë traditë është. Ja dhe këta tjertë. Edhe këtu janë çontat që i bëj i shtin që lojnë e dërveshve në çontë. Shkojnë në teq, e lojnë në kerr. Po, të marrin në pit teqës, e lojnë mbrana më smiu ndryllëve të shka. Shumë interesant, po bashkë po më intereson edhe një pyetje me ta bo. A ka do shta me të thonë cili ka qenë plisi ma i veçantë që ki bo, po e pam plisin ma i veçantë që atë të modhin. Më interesoj kur e pa ajo që buni kërkesën, a i pëlqej? Po i pëlqej, i pëlqej shumë. Shumë. Edhe e ka alo me siguri, a? Alo kanë në Vlorë aty. Në 2 pjesë e kanë qitë, ja kanë bo komza 2 pjesë, i kanë bashku plisat kështut, edhe kanë bo qatë pjesën si dilli. Si dilli, po si dilli. Po ka bo si një punim artistik. Punim artistik edhe kanë lonë atë. Bile në patë në thira aty mi prezentu, po unë s'pa ta po më shku. Po, më intereson sa është e vështirë me mbjetu me artizan, me këtë punë dorë, sidomos me punimin e. Tash na imi mësu, tash nuk ka paguhet qatë shumë puna dorës, nuk përvlerësohet na. Po. Qatë ka punë shumë, po më vlerësu, përvlerësohet pa. Edhe arsyeja kanë bo do maqina, punojnë do maqina, që dhe na punojnë rëfuz, nuk e qesim të pastër. Po ajo dallohet vesh. Po dallohet. Dallohet, kush është marakli, kush do mi blej ai. Nuk besoj që shkon e blen maqines. Ples s'ki mujt ples, se plak e ka ku dal për dëgoj se ka ksyr, koka i plot, koka kush e trit e marrin. Ples të kanë dalluar, Shumë kanë dalluar, si në thirr 2 lloj është, tesollik i pas birinxhi për shembull. Thjesht dora tesollik i kon dora 2 birinxhi, plasa parë. Ata dallojshin, është më i plot, më i rrën. Po. Domethënë ai ka qëndru, plisin i ula. Një plis ula deri në 5 herë. E ki bajt, i ardhë në dugoj, ai ul. Të gjajnë e kemi pas mëjtë të nëzetë, sa punë, aty për aty e kemi la, e kemi pastru dhe ka vanu në kryt. Vere dimin a i qut -2, -10, ajo dalë me ples lakt. E ka majtë ashtut. As ju kaftof kryta asjera, as mu asjera. Interesant. Po më intereson, shka du të me bo institucionet ose shoqënia?
shoshmia që neve na rrethon për mi rujt artizanët. Unë besoj se komuna edhe shteti, këto zeje si une që i mjetë, vejsa, qarri dhe dhe që janë duhet mi përkra shumë. Duhet me subvencionu për me ndihmu. Me pas, une idenë e kam që sa vjetë ku ka vejsa aty, po bohë më rënë 5-6 zanatli, unë, qarri, vejsa, fatosi ose i tjetit, bohë 5-6 zanatli, se ku dhvinë turistat, mi pas një pikë. Unë kujtohet si fëmi para 90 që vishin turista shumë, që të mos Gjerman vishin, edhe nashin të sheshi aty të kaqet, i ka autobuzi aty, ishim të na ndogoj, i ndjeri baba ose na që ishim, i kemi pasur edhe 2 punëtor, familjes Vula, dhe më thonë, 20 minuta i gjysë orë upshin në dyqan të na të pas, i bëhet një plis. Pineve dilshin të Mazlëm Luka, të Shaban Zeka, Shguna Gjit, edhe e spjegojke, ka pas zanatli. Është mirë me qenë gjithë. Këtë ditën e qeshin. Unë i mënu që sa vjetë më folë edhe tash, ta bojmë një vanë aty ku jemi zanatlitë, ku kanë shanë më po edhe turistat. Edhe është mirë ku janë këtë bashkë. Po janë këtë bashkë, se hupin gjysë ditën, një gjysë ditë, shkojnë diku në hajnë një ushqim, një diçka dhe i zatë dita. Edhe mujnë mi bojnë një bëjtin aty, edhe me flajt. Jo me ikë me njerë, se unë i shanë për zërën që shkaj shumë ka, ose ku t'vinë ata thujnë, s'pikemi ku mi qu turistat. Ku me pa, shë me pa, vinë dhe të qendra inovativa, aty edhe kthehen. Fix, që ashtu është, ka pak mangësi. Ajo konë mirë komuna me na përkra, me dyqan aty, se cilin unë e kisha qitë për shamu djalin, ose e kisha marri djal të ri, mi mësu zanatin, që se dojnë djemë të me, mi mësu dikush. Me s'mi hup se zanat. Mi hup me zanat, se qusha ka shijet edhe 15 djetë s'ka me pas zeje në Gjakovic. Fatkeqësisht. O gjyna, që ka pas e qashi. Tona ta zanatli që i konë, tona dhe familja. 27 familje kanë punu në Gjakov. 27. 27 zeje ndryshme. Do më thonë, veçim qele shëpunus, 27 familje në Gjakov kanë punu. Mas lutës kanë punu dhe në 12-13 familje. Do më thonë është fatkeqësi që për na hupin zeje. Labinat Vorë për na përshëndet, përshëndetje Edi, përshëndetje edhe për mësafirin në studio, juroj një ditë në barë. Faleminderit shumë Labi. Faleminderit shumë Labi. Gjithashtu e kemi edhe nga Austria një përshëndetje çtu pash bashkimin. Përshëndetje edhe mirëmëngjes. Përpara ka pas më shumë dugoj të tirsheve e qylahave, plisave, po edhe 3-4 dugoj më përpara e merrsha vesh që je afër dugojës qylahave. Tash nuk vrejnë shumë, po thot, leti ka lënë pa i vrejt si dugoj. Uroj që të trashëgohet si pundore edhe pse shumë zanate janë shujt, po ndjavë bukur. Faleminderit. Është bashkim Caka nga Austria, nga Vjena. Tash çdo dugoj, për mi çdo dugoj hin Gjakov, hin Frishaf John Ples. Hin Veshërbim John Ples. E kanë bërë, plisin e kanë bërë. Do të mbrojt kjo diçka. Qashit vogël i ki 4-5 dyqane. Më thonë, për mi, që që kumë zhe, une, për mi 16 dugoj janë që i majnë. Shesin që shka dhe plisin, për pora ka qenë veçan dyqani. Ku për shkanë për shkojmë të qele shëpënusin një blej ples. Edhe duhet me qenë i veçan dhe duhet me qenë i mbrojtën. Për më intereson, atë ka shku në hermenja si qele shëpënus, si ples punus, me thonë prej sodit, unë e kam i majtë në kry. Kam e dalë. Gjithmonë kam i majtë në kry këta dhe kam i bo tradit. Sepse është shqiptare, nuk është marrë, nuk është turp. Mu me thonë drejtin nuk em ka shku menja. Po kam një meshtëri një djalë Simoni. Po Simonin e ngjojmë. Aja mon standart, edhe ja bëj plisin, ja pastroj, aja mon standart e mon. Simonin e përshëndesim, e kena shok. Aja bon, aja quni. Por para ka qenë, më thonë për të foli para 70 vite me dalë pa plis, po kon shumë marrë. I ndjeri baba Kallxeke i në lidhë dugoj. Të zanatlit kanë najmë bashkë ose fundjavë, jenë ledhë, fundjavës jenë ledhë, edhe si jemi në lumë të dhojnë. A mund është me shku për dyqani tonë aty që të vjetërit, që është i vjetër, mu është me shku pa plis dhe të shkolla pedagogike. Edhe jenë lidhë, të najtë, po marra i gare, jo pe lidhë me i darke, jo me dishka, ka thonë një unja, dishka që ose bagun ti darken, valla unë pedal për dëgojës për shkaj dhe të shkolla lartë pedagogike. Pa plis? Po pa plis, e si u dalë, jetë frikat e dëgoj të ndë, ka njësë me këqyrë. Të më dhone, ka këqyrë pa plis. Edhe kjo pjesë, se te ku ta ban plisin, për 12 vjesëve kjo pjesë bëhet një fa shtrese, hollë, butë edhe
Shi e shfill. Po. Ju kthy fill. I ka thonë s'mund ja kanë kesh, ja nis ata me kesh, ka thonë në bash veç në darkën kimi na çiti darkën. Domethënë ka qenë pa plis, pa 70-80 vjet as ki mujt me dal. Pas luftës dytë botore, shumë marrë. Ke gjyshat tonë kanë bërë. Edhe po besoj që unë se di unë personalisht e kam një bindje që kur më afrohet edhe pak pleshnia, kam e vendosën kryet s'kam e. E kam i përshtypje që ashtu, e kam i bindje, kam qep me bërë. Edhe çka ka ndodhur mas luftës ples sa një kohë ndo. S'po foli për këtë pjesën tonë të rrethinës edhe qyteteve tjera pa të nisë me shku haxhi. Po. Edhe ata këtë jetën e kanë bajt. Kur i shku haxhi ja kanë nisë me bajt këto çavës. Po. Edhe kanë hek këto. Ja kanë nisë musmu. Ja kanë nisë musmu. Ftoftë, kësi. Edhe këto o mobilizu për këto. Një mjek i joni këtu në Gjakov, edhe ai e ka marrë vesh, i ka pa tu hek plisin, ja ka shiku pjesën e nkry. Pse ka që holl, likura ka që but. I ka thonë e kum bajt plisin. Pse se bën, valla im konë kështu të agjie, sa në e kum mek. Qumër i ka thonë ka për baj e plisin sekret. Këtë jeni ka sunë që e kini hek plisin. Po. Edhe kështu që plisi për thëmë që dashin fillim një temperaturë man. Une edhe ishnosha për kry shumë. Çak mas luftës më falë që për ndërprej vishin ushtarë të forit. Po. Gjermën, si më thonë gjysë punë, janë ata të gjatë. Po. Edhe tha flejim në këta. I valnëshin në kry flejim në gjumë. Me plis, po i gatë, është ai? Po për që jam lënë edhe vesh. Po ne i thojmë gjysë punë e perë. Edhe i mërshin flejshin me ta. So shumë ishnosh. Po. Edhe plisi ku ki për nyje, më thonë nyjet ku të dhamin, mi marë leshin pa la, a i ka i nërë. E valnëshin në për nyje, ret edhe u konë shumë i laqë. Po, me siguri se e ngrej atë infekcionin, me siguri edhe lëshon ato. Unë bashkë kisha pas qep nëse kisha pas një forcë magjike mi shtip lisin me fol, edhe me na kallëzu histori shqiptarëve. Me siguri kish pas shumë me na kallëzu. Shumë kish kallëzu. Shumë kish pas me na kallëzu. Tepër kish. Do më thonë mi pas një forcë, me thonë kallëzona për historinë tonë. Afrim unë të përshëndes edhe të falenderoj shumë, edhe të uroj shëndet mas pari, edhe uroj që ky zanat ka që i blepshëm për kombin tonë, për vendin tonë, mos shuhet e mos harrohet, e që të ketë edhe gjeneratat e tjera të cilët do ta ndjekin këtë punë kaq të rëndësishme të vendit tonë. E pse jo që nes mas nes të ketë edhe dyqane edhe në për diasporë dhe në për Evropë, dyqane të plis punuzve. Unë besoj që një djalë do t'ja leo trashëgim, pa tjetër edhe në veri vllav jam, një quni punon djali. Besoj që po ka një shpresë. Besoj që nuk do t'a lojim. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Dikush që punon që leshin, plisin edhe më kallëzu për historinë e qytetit tonë edhe për shqiptarinë. Definitivisht. Faleminderit shumë Afrim. Faleminderit shumë për ftesën. Me neve miqtë të dashur ishte Afrim Kika, qelesh punues apo njëri prej zanatlive më të mirë të vendit tonë. Faleminderit gjithëve që ishit me neve. Përshëndesim, falenderojmë fshatin e Gjelbër, hotelin 12 Neoplas Gjakov dhe mbëltorën Gapeja në Gjakov, mbëltorën Agusholli. Shihemi të hanën miqtë të dashur, me të mira, vikend bukur. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Kate Best. Mirëmëngjesi. Muzikë. Ama mirë këtu, a atje.